sepse ju po i sulmoni, sa herë që ju ballafaqoheni me drejtësinë. Çfarë po ndodh me rastin e Astrid Dehorit, që me vitet të tona e kemi pas kauzë. 1 vit e gjysmë burg për deputetin Egzon Azemi, pse ka reaguar kundër lirimit të terroristit Dejan Pantić. 1 vit e gjysmë burg për Arlen Manxhukën, pse ka shkruar një status në Facebook për vendimin e papranueshëm të gjykatës dhe kërkesën e prokurorit. 6 muaj burg për komentues në Facebook dhe 6 muaj burg për një aksion simbolik. Çfarë mesazhi po jep sistemi i drejtësisë të nderuar deputet? Se fjala është më e rrezikshme se bomba, se një status në rrjetet sociale trajtohet më ashpër se një sulm ndaj institucioneve zgjedhore dhe zyrtarëve të Kosovës, se deputeti ynë Egzon Azemi dhe aktivisti Arlen Manxhuka dhe aktivistët e tjerë janë më të rrezikshëm se terroristët e Serbisë, se standardi i drejtësisë ndryshon varësisht nga pozicioni dhe konteksti politik. Kjo nuk është më çështje vetëm e disa individëve, kjo është çështje e besimit në drejtësi. Sepse kur qytetari sheh që pesha e ligjit nuk është e barabartë, ai nuk e sheh më drejtësinë si garanci, por si instrument. Parafolsi por nga lëvizja vetëvendosje foli për ngjarjet e mëdha që kanë ndodhur nga lëvizja vetëvendosje, sovranitet, integritet, foli edhe për rezultatin se sa i mirë ka qenë kur i kanë heqë torgat, po shka i kanë sjellë heqja atyre torgave Kosovës, i kanë sjellë sankcione dhe humbja e milionave euro, po ato torga prapë janë kthy. Duke pas një performancë zero, ata që e përkrojnë lëvizjen vetëvendosje, sa herë që i kemi ballafaquar, i kemi thonë pse votoni lëvizjen vetëvendosje, thanë se e ka çliru Mitrovicën. Po, përbes e kanë çliru Mitrovicën. Sepse tash edhe i pranun strukturat paralele, edhe dokumentat e strukturave paralele. Do më thonë qaq e kanë çliru. Po, shumë shpejt, sepse edhe marrëveshjen tjetër e kanë pranu. E kanë pranu edhe Zajednicën, për të cilën ata kanë luftu shumë. Kanë luftu edhe për tokat e manastirit të Deçanit. Januar kanë protestu pej Prishtinën Deçan, janë shkryja aty, edhe në fund dhurat, ju bo, 10 hektarët e manastirit të Deçanit, ju dha një ministri serb. Folë edhe për gjykata dhe për dënimin të gjykatave, po keni të drejtë, sepse ju po i sulmoni, sa herë që ju ballafaqoheni me drejtësinë. Edhe nuk është çudi ku vetë Albin Kurti nuk i përgjigjet ftesave të gjykatës për rastet e korrupsionit që kanë ndodhur nga lëvizja vetëvendosje. Dhe tash s'mundeni me akuzu të tjerë se vetë jeni në pushtet që 6 vjet. Po, edhe një çështje që o harru shumë bre, edhe që keni luftu shumë e keni pas kauzë të madhe ju lëvizja vetëvendosje. Çfarë po ndodh me rastin e Astrid Dehorit? Deri ku kanë shkuë zhvillimet për zbulimin e atij rastit që me vitet të tona e kemi pas kauzë.